Horoskopi 8 tetor 2025, Dashi, dita e sotme hapet me një energji të qetë dhe ngrohtë, Dashi. Venus dhe Jupiteri janë në harmoni, duke sjellë fat në marrëdhënie, punë dhe jetën familjare. Do ndihesh më i balancuar emocionalisht dhe më i hapur ndaj të tjerëve. Marrëdhëniet me njerëzit që do, sidomos me ata në shtëpi, bëhen më të buta dhe plot mirëkuptim. Nëse ka pasur keqkuptime, kjo është dita ideale për t'u afruar dhe për të folur me sinqeritet. Në aspektin profesional, bashkëpunimi dhe mirëkuptimi janë çelësi i suksesit. Mund të marrësh vlerësim për punën tënde ose për mënyrën se si trajton njerëzit përreth. Mos haro se çdo fjalë e ngrohtë që jep do të kthehet në formë mbështetjeje dhe respekti. Në dashuri, dita është perfekte për geste të vogla dashurie, një fjalë e ëmbël, një mesazh i papritur ose një kujdes i veçantë mund të forcojë lidhjen. Këshilla e ditës: mos e fsheh butësinë tënde, sot ajo është arma jote më e fortë. Demi, sot, Demi, yjet të japin një ndjenjë gëzimi dhe frymëzimi të veçantë. Venus, planeti yt sundues, bashkohet me Jupiterin duke krijuar një ditë plot dashuri, krijimtari dhe harmoni. Do ndihesh më i sigurt në vetvete, gati për të ndarë idetë tua me botën dhe për të marrë vlerësimin që meriton. Në dashuri, energjitë janë të buta dhe të ëmbla. Nëse je në një lidhje, momenti është ideal për të rikthyer pasionin dhe për të folur hapur për ndjenjat. Nëse je beqar, mund të ndodhë një takim i papritur që të zgjon emocione të reja. Në aspektin profesional, komunikimi dhe bashkëpunimi janë më të fortë se kurrë. Mund të marrësh një lajm të mirë ose një mundësi që lidhet me punën dhe zhvillimin personal. Gjithçka që bën sot, bëje me dashuri, sepse pozitiviteti yt do të tërheqë njerëzit dhe mundësitë e duhura. Këshilla e ditës: mos e ndal buzëqeshjen. Ajo është çelësi i fatit tënd sot. Binjakët, sot, binjak, pozitiviteti dhe gëzimi janë në kulmin e tyre. Me Venusin dhe Jupiterin në harmoni, ti sheh anën e ndritshme të çdo situate dhe ndihesh plot shpresë. Është një ditë e shkëlqyer për të ndarë gëzimin me të tjerët, për të bërë një gest të bukur apo për t'i treguar dikujt se sa shumë e vlerëson. Mund të zbulosh një mundësi të re që lidhet me blerje, projekte krijuese apo komunikime të rëndësishme. Gjërat rrjedhin me lehtësi dhe njerëzit janë më të hapur ndaj ideve të tua. Në dashuri, nëse je hezituar të shprehësh ndjenjat, sot ndihesh gati të flasësh hapur dhe me sinqeritet. Ndërkohë, hëna të fton të pushosh dhe të rigjenerohesh. Një moment qetësie, reflektimi apo meditim mund të të ndihmojë të vendosësh mendimet në rregull. Këshilla e ditës: merr frymë thellë, buzëqesh dhe kujto se energjia që jep është ajo që të kthehet mbrapsht. Gaforja, sot, e dashur gafore, yjet janë në anën tënde. Me Venusin dhe Jupiterin në harmoni, ndihesh më i qetë, më i sigurt dhe i mbushur me dashuri. Je plot dritë dhe kjo vërehet menjëherë nga të tjerët. Rrezaton mirësi dhe kjo të sjell njerëz të sinqert në afërsi. Në dashuri, afërsia emocionale thellohet. Nëse je në çift, marrëdhënia bëhet më e butë dhe më harmonike. Nëse je beqar, mund të afrohet dikush që ndan të njëjtat vlera me ty në aspektin profesional. Intuita të udhëheq drejt vendimeve të zgjuara dhe bisedat e sotme mund të hapin rrugë të reja. Sot është ditë e mirë për të mësuar diçka të re, për të shprehur mirënjohjen dhe për të lënë ngjarjet të rrjedhin natyrshëm, pa stres, pa nxitim. Këshilla e ditës: mos haro, kur je mirë me veten, gjithçka tjetër vjen vetë në vendin e duhur. Luani, sot, luani ndjen një frymë gëzimi, dashurie dhe kreativiteti që e ndriçon gjithë ditën. Fal lidhjes së bukur mes Venusit dhe Jupiterit, gjithçka merr një ngjyrë më të ngrohtë dhe më pozitive. Është një moment i mrekullueshëm për të bërë diçka ndryshe, për të dalë nga rutina, për t'u lidhur me njerëz që të frymëzojnë, apo për të shprehur anën tënde romantike dhe artistike. Në dashuri, zemra jote rrezaton mirësi dhe mirëkuptim. Nëse ka pasur keqkuptime, sot është dita e duhur për t'i shuar dhe për të rikthyer qetësinë. Yjet të nxisin të falësh, të kuptosh më shumë dhe të lësh pas çdo gjë që të rëndon. Në planin profesional,
Vetë besimi dhe pozitiviteti ju të sjellin vëmendje, respekt dhe madje edhe ndonjë shpërblim ose kompliment të merituar. Energjia e ditës të kujton se kur shfaq dashuri dhe besim, gjithçka rreth teje fillon të lulëzoj. Këshilla e ditës. Je mirënjohës për gjithçka që ke arritur dhe mos haro. Shkëlqimi yt është frymëzim për të tjerët. Virgjëresha, një ditë e ndritshme dhe plot harmoni të pret, e dashur Virgjëresh. Me Venusin në shenjën tënde dhe Jupiterin në aspekt pozitiv, ndjen gëzim dhe mbështetje nga miqtë dhe njerëzit e afërt. Planet e tua po ecin mirë dhe ndihesh më e motivuar se kur për të ndjekur qëllimet e tua. Idetë që ke janë origjinale, frymëzuese dhe gjej një hën tek të tjerët. Sot, tërheqja jote natyrale dhe eleganca bien në sy. Njerëzit admirojnë mënyrën si e paraqet veten dhe si I përballon gjërat me qetësi e mençuri. Ndihesh më në paqe me veten, gjë që të lejon të marrësh vendime të qarta dhe të ndjekësh atë që vërtet dëshiron zemra. Energjia e bashkëpunimit dhe optimizmit të ndihmon të zgjidhësh probleme, të ndërtosh ura komunikimi dhe të fokusohesh në anën e bukur të jetës. Këshilla e ditës. Mos haro, çdo gjë që bën me dashuri dhe për kushtim, kthehet tek ti shumë fish. Peshorja, sot, e dashura peshore, entuziazmi dhe harmonia janë fjalët që përshkruajnë më së miri energjinë tënde. Me Venusin, planetin tënd sundues, në lidhje të bukur me Jupiterin, ndihesh më e qetë, më e hapur dhe plot mirësi. Është dita ideale për të lënë gjërat të rrjedhin natyrshëm, për të mos detyruar asgjë dhe për të shfaqur shpirtin tënd të sinqert. Mund të ndjesh kënaqësi të veçantë duke vendosur objektiva të rinj për veten, dhe instinkti yt të tregon se është vetëm çështje kohe derisa t'i arrish. Një gjest I vogël mirëdashës, ndoshta ndaj dikujt që ka nevojë për fjalën tënde të butë, mund të ngrejë shpirtin dhe të sjellë ndjenjë paqeje të brendshme. Gjithashtu, mund të marrësh një kuptim të ri për një situatë të së kaluarës, duke të ndihmuar të ecësh përpara më e lehtë dhe më e sigurt. Në punë, veprimi në heshtje ose pas skenave të sjell fryte të mira. Nganjëherë, arritjet më të mëdha ndodhin kur nuk ke nevojë t'i tregosh të gjithëve. Këshilla e ditës, qetësia dhe mirëdashja janë superfuqitë e tua sot. Mos I nënvlerëso efektet që ka një gjest I vogël dashurie. Akrepi, sot, akrep, yjet të ftojnë të lidhem më thellë me njerëzit dhe me idealet e tua. Me Venusin dhe Jupiterin në harmoni, dita të sjell mundësi për të ndërtuar ura të reja miqësie, për të bashkëpunuar në projekte të rëndësishme apo për të ndarë ide që të frymëzojnë. Në marrëdhënie, mund të ndihesh më afër një personi të veçantë, ndoshta përmes një bisede të sinqertë apo një momenti të qetë mirëkuptimi. Është një ditë e shkëlqyer për të forcuar lidhjet me njerëzit që të vlerësojnë dhe për të kuptuar se mbështetja që merr është më e madhe se e mendoje. Në aspektin profesional, puna në grup, marrëdhëniet me publikun. Promovimi dhe bashkëpunimet sjellin rezultate të favorshme. Energjia e ditës është e ngrohtë dhe inkurajuese. Ndihesh I motivuar, I respektuar dhe I vlerësuar. Këshilla e ditës, hap zemrën ndaj bashkëpunimit. Ajo që ndan sot me të tjerët do të kthehet shumë fish në të ardhmen. Në punë, veprimi në heshtje ose pas skenave të sjell fryte të mira. Nganjëherë, arritjet më të mëdha ndodhin kur nuk ke nevojë t'i tregosh të gjithëve. Këshilla e ditës, qetësia dhe mirëdashja janë superfuqitë e tua sot. Mos I nënvlerëso efektet që ka një gjest I vogël dashurie. Shigjetari, një ditë e ndritshme dhe me energji pozitive po të pret I dashur shigjetar. Me Venusin dhe Jupiterin në harmoni, ndihesh I çliret, I hapur dhe plot mirëkuptim ndaj të tjerëve. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për takime, biseda të frytshme dhe mundësi që lindin si në aspektin social, ashtu edhe profesional. Sot e kupton më qartë vlerën e gjërave që ke, qofshin këto marrëdhënie, mundësi pune apo ide të reja që po zhvillohen në mendjen tënde. Instinkti yt është më I mbret se zakonisht dhe vendimet që merr janë të drejta e të bazuara. Ka gjasa të marrësh një sinjal të qartë nga dikush që të vlerëson apo beson tek ti, dhe kjo të jep forcë për të ecur më tej. Në planin financiar, yjet të favorizojnë, mund të dalë një mundësi fitimi apo një rast I vogël me fat që të përmirëson situatën. Këshilla e ditës, mos haro të shpërndash buzëqeshje dhe mirësjellje.
Universi po të përgatit diçka të bukur në kthim. Bricjapi, një ditë plot harmoni dhe bashkëpunim të pret I qëndrueshëm bricjap. Energjia e Venusit dhe Jupiterit të mbështet fuqishëm në marrëdhënie dhe në ndjesinë e përgjithshme të përmbushjes. Sot ndihesh më I qetë, më I hapur dhe më I gatshëm për të kuptuar të tjerët. Mund të ndjesh afrimitet të veçantë me një person që ndan të njëjtat vlera dhe ideale me ty. Është koha e duhur për të forcuar lidhjet ekzistuese, për të bashkëpunuar apo për të ndarë ide që frymëzojnë. Komunikimi është I ngrohtë dhe pozitiv, dhe çdo përpjekje për të lidhur me të tjerët sjell rezultate të mrekullueshme, nëse ke në plan të udhëtosh, të studiosh apo të zgjerosh horizontet. Yjet të ndihmojnë t'i konkretizosh këto dëshira. Një lidhje në distancë ose një bashkëpunim ndërkombëtar mund të sjellë diçka të bukur. Këshilla e ditës: mos u mbyll në rutinë, hapu ndaj botës dhe njerëzve, sepse pikërisht aty gjendet frymëzimi yt I ardhshëm. Ujori, një ditë e harmonishme dhe frydhënëse të pret. I dashur ujor. Me Venusin dhe Jupiterin në përputhje të bukur, marrëdhëniet shoqërore dhe çështjet praktike rrjedhin me lehtësi. Një energji bashkëpunimi dhe mirëkuptimi shoqëron çdo takim apo bisedë, dhe vlerësimi që merr nga të tjerët të ngre moralin. Sot e sheh më qartë atë që funksionon në jetën tënde dhe mund të relaksohesh, duke gëzuar momentin. Është një kohë e shkëlqyer për të planifikuar aventura të reja, për të nisur projekte apo investime që të japin kënaqësi dhe rezultate pozitive. Në marrëdhëniet intime, atmosfera mund të përmirësohet ndjeshëm. Afeksioni dhe hapësira për të qenë vetvetja shkojnë dorë për dorë. Këshilla e ditës: jep të tjerëve përfitimin e dyshimit dhe shiko se si kjo I frymëzon të jenë versioni I tyre më I mirë. Pritshmëritë pozitive që krijon përreth teje tërheqin më shumë mirësi dhe mundësi. Peshqit, sot, I dashur peshk, besimi dhe mirësia janë armët e tua të forta. Harmonia e Venusit dhe Jupiterit të kujton sa e vlefshme është të japësh hapësirë për të tjerët dhe të vlerësosh momentet e mira në jetën tënde. Shpreha e mirënjohjes dhe dashurisë për dikë të veçantë mund të forcojë lidhjen dhe të hapë rrugë të reja bashkëpunimi. Të tjerët tërhiqen nga humori yt I mirë, bujaria dhe hapësira jote e sinqertë. Sot ke mundësinë të zgjidhësh probleme, të falësh dhe të kuptosh më thellë njerëzit rreth teje. Bashkëpunimi dhe hapja ndaj tjerëve janë çelësi për të përmirësuar çdo marrëdhënie, duke I dhënë jetës tënde një ton të lehtë dhe harmonik. Këshilla e ditës: lëre zemrën të udhëheqë dhe sinqeriteti yt të shndërrohet në urë për të tjerët. Energjia pozitive që krijon sot kthehet shumë fisht tek ty.